أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Mas kësaj mungesit gatë në gjemat për shkak të haxhit, edhe një herë lutim Allahun xhalla xhelaluhu për kësaj kurthie që njerëzve të cilët kanë prezantuar në Arafat dhe i kanë marrë ritualet, i kanë marrë detirat tjera të haxhit me farze, wajibate edhe sunnete, mustahabbate, mendubate të haxhit. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu lutim që prej kejt muslimanëve burra dhe gra, Allahu xhalla xhelaluhu kabul të ban inshallah. Në vitet e ardhshme muslimanëve ka janë në botë, Allahu xhalla xhelaluhu me mall të pastër halal me dal në Arafat nasibi Allahut inshallah. Kështu xhamatin ndershëm muslimanët në çdo ditë që del dielli jetojnë edhe i përjetojnë momentat e fesë vetë madhe. Ato e kanë përjetu muajin e Ramazanit edhe kanë pas gëzimet e vetën tanë pa përshkruara, e kanë lutur në fund që Allahu xhalla xhelaluhu t'ia ban kabul. Është interesant në ditën e fundit të Ramazanit dhe manifestimin e Bajramit atij, kanë shkel më një herë në ditën e parë të muajit Shawwal, prej 3 muajve të mëdha të cilët janë të lidhur me haxhin. Pra në të 3 muaj kanë pas kënaqësitë e veta për shkak të përgatitjes së këtij ibadetit të madh. Thamë në një dërth prej derseve të para haxhit se haxhi kishte qenë manifestim, gëzim individual, po gëzote pa mas ai individi i cili shkon haxh. Në të njëjtën kohë thamë haxhi ishte gëzim familjar, për shkak se këtë familja janë në kom për ta përcjellë njëri në ato vende të shenjta. Në të njëjtën edhe haxhi ishte gëzim popullor. Pra këto 3 muaj ki ibadet shumë i madh prej muslimanëve i ka marrë me gëzim. Edhe ato më në fund janë lut që Allahu xhalla xhelaluhu t'ja u pranon. Tash haxhi ka kalu i vitit 1415. Muslimanët kanë shkel me një prag të ditave të lumtura të veta për shkak se historia e Islamit është e mbushur ditë për ditë me ndodhina të cilët muslimanët i përjetojnë nëpër xhamia, i përjetojnë nëpër familje, i përjetojnë nëpër medrese, i përjetojnë në për ligjeratat e vetën, në për khutbët e xumës, i përjetojnë në për institucionet vetën, i përjetojnë në për organizata në shtetet islame. Për shembull, të na nuk ka kësi organizimi. Në një organizat për organizatave punuese, mu manifestu një fesë islame në mënyrë shoqërore. Se na ka kësi apetite për shkak se të ridikun njerëzit janë përzim. Po edhe ato prej muslimanëve shka janë nda me një mënyrë prej mënyrëve, për shembull, kanë bani firmë, të kanë bani një organizat vogël apo të madhe private, edhe ativa halastu ka kalun palë dashuria për manifestim se punëve të fesë islame, se nuk e kanë hetu halas se si muslimonin dvetën gëzohet. Halas kanë rana zlim. Një delil prej delileve për shembull, privatash, mëtje kam tek pra për seki kur jam këtu, privatash, dyqonin dvetën e ka, drini ashe ati, qëllësi ati, sundimi ashe ati, prona ashe ati, qeveria ashe ati në dyqan, ditën e dilëm, shenë gjumane ma qenë.
Edhe kjo halas ka mujtë me kuptu se çfarë vazife ka. Vazife e këtina ditën e gjumë me mësel, ditën e dilë me qenë. Unë s'kam shkam ju bo njëzve, ato që ka mentalitetin e gjonë. Që ka në dëgjojnë, që ka së të pas kanë, tëri që tu ka shë në qenë, pas ka qenë gabim, që ta është dhe ta përmirësojnë, nësë kemi shkam i bo. Në dëgjonin e vetë, një natë për i natave të mloja në islam, në organizatën e vetë, një natë për i natave të mloja islam, në islam nuk e thërë shokë të vetë, bashkë në dëqanë mrena mu ullë me maru një qaj, edhe ati me bo një salavat, ati me bo një zikër, ati me falim në ndëru Allahun, për në dëqanë me nu një simbol, një gjirë, një lullë, një gjishka, me di se sot që po bëhat për që këtë punë. Njerës të tonë nuk kanë vakë për këti punë. Janë zanën me qëra gjana njerës të tonë. Janë zanën me qëra gjana. Me shka janë zanën, dihet nuk ka nevoj hoxha bashkë në kursime e tek. Ja pëlqeva një fjalë një ministri prej ministrave kësa i kohë me një shtetë dvogël prej shteteve i cili ashtu vujtë shumë këtë dita, e pitën qësë po kërkon dijen prej shteteve islam e tha të më falni, ata janë zanën me shtetet e bashkume, me kombët e bashkume. Janë zanën, kanë punë, janë zanën me kombët e bashkume. Dhe me thonë, s'kanë vakë për vlazit e vetë. Janë zanën me qërë që ka si kanë vlazë. Këta e theka për kuriozitet, ajo që ka thash parë të ashtë realitetit pa muhushëm të cilën muslimanët duhet me pas kujdes. Me vlazë, në të fjallë që ka i fola dheri tash këtu, që ta është dhe të kalojnë kadal të qëllimi i dërësit sotit. Kur data 25, data 15, ma harët banë një anisë, 12 si të dush, Desember, i gjithë viti prej vitave që kalojnë, muslimanën në vendlingje dhe muslimanën në gërbet e ka një gjendje. Të gjithë janë të razu. Gjithë janë të razu. Ato që ka janë këtu në vendlingje, janë të razu në tojnë të vëmë në ogodina. Me bo gardin e dyqonit, me bo pëpisin, me bo ma pisë që pisi i kodjune, me pi, me ble, me festu, me nejtë qutë notën, me bo telashe, me qitë me revole, me ardhit municion, këtë në shka bojnë njerëzit këtë, pun pa pun, në viti i ri. Ato që ka e në ngërbeta gjenë me qetë e pritin, se bozici kur të vene, vajnë aktel, duhet me artë e shpia disa dit, me bo pushim shpije disa dit, qetë i malë. Nuk me foli për ato popoj që ka e festa në ative, dhati ashtë tërp, nuk ka e ndershme, dikujnë festën e vetë në përzi edhe në mënirën që që festonaj, që ka dojët boje, ka gjennet mesëra, ka gjennet, ka mizen pun të motën, edhe ka stirat, dhëtë me kalu për një gjennet. Ne nuk i përzimi kërkuj, mirë, ne ka e kemi për qëllim, ne kemi për qëllim njërin tonë, i cili ashtë pengu në tenit, ashtë pengu me kam në tenit e huj, edhe prej tenit e në ten, interesant, që prej pengimit ti me gjisha në tenin njënin të të hujit, kur që ka dalë i vrad, për zdit harrat, prap në tenin që të rkazon, prap të një huj. E kur njëherë e për gjithë mërë, njëri u jonë do të adhije, qka në se jotja, edhe qka nuk në se jotja, si kur qish për shembul, si kur qërtë popu i shka e kanë mësu. Nuk po kërkojnë ma tepër, si kur shka e kanë mësu qërtë popu. Që tash është dita sot, një gjalliri prej gjengëve tonë me marë mikrofonin, me marë kasetofonin, me marë vokmenin e vetë, edhe me dalë në rrugë në këtë javë. Me avnis majtë pari muslimanve. E para kejt muslimanve në katunin tanë. Në para kejt katunin tanë në fisin tanë. Para kejt fisin në familjen tonë. Me pit. Muslimanët hajin e krinë. Inshallah kabule dhe me sukses. Që tash mrena javës, mrena ditave të arshme, prej gjanave të mleja në historikun e islami shka është në prag? Me rendi vetë. Shka kemi në prag që ta është të mlejave në islam? Shka në Armenia gjematin dërshë? Prej këtu, e deri ko arrin valet e këti mikrofoni. Prej këtu, e spaku, deri ko arrin valet e këti mikrofoni. Sa në prej njerëzve kishin me u përgjigjë, cëla datë i pratë muslimanët që ta është të dita? A ban në gjami me janis, me i thonë gjematit, kush me nglengisin, shka ka? Ma frikë, shka ka? Ne jemi mas gjematin dërshë, ne jemi mas. Në 15 Desember një pite dhe 15 ditë kush vend që la datë, a ka dhe njën shka se dhe? Asë një prej plezhve, trive, grave, fmive, ketë, asë një s'ka shka se dhe. E kush e ka ba pra me ditë ata, e kush e ka ba këtë qëtërën mës me ditë? Me ditë ata kanë ba organizimi manifestimeve të mlaja, edhe financë dërve a financëve të ative,
s'ka ajo gjohë para ta është në rregull. Edhe tu ka imponu edhe ti në përmet gazetas, në përmet televizorit, në përmet shkollës, në përmet koridorit, në përmet klasës, në përmet revistës, në përmet gjitha gjanave, edhe ti faktikisht je në vogodinizu. Kjo t'ka dhe, me ka kejt. Me edhe shka në prak, se la datë e historikut islam në prak këtë dita, insha Allah. Ajo shka në datë që e ka e presin 1 miliard e gjimës popoj me qërë, në gjematin dërshëm edhe 4-5 ditë, e krim vitin 1415 të kalendarit islam. I apë një pun, insha Allah, edhe është java kër muslimanët sukur du që në gjitë. Që që bojnë javën e fundit problemin edhe regulorën e shqit blerjes lat një vjeqare, ku kanë fitu dhe ku kanë hup, na muslimanën në kalendarin të islam e kemi që ta është javën e fundit. Dhul Hijja, kur të marë fund, sot është data 26 e këti muj, kanë me të kejt ja 4 dit, ja 5 në varët për e rëtullimit hanës. Edhe na ka me muj Muharram, dita e para ati, është dita e para vitit 1416. Do të thot, na e kemi edhe 5 dit vitin e ri, muslimanët 1 miliard e gjimës. Muslimanët për pak nuk e dim që e kemi se e nimësu me i festu vitet e reja, të vetrat e të mesmet, që ative qerve popojt, ative shka ato në mënyrën e vetë i festojnë, në jemi bashkan gjitë. Prej punëve që si hojë, jem ka ardhë i natës, po thëmë se s'ka i natën këtë botë në ata shka ta meri këdilin. Nuk ka i natën këtë botë në atë shka delti me këti të rahata a i të shkollë. Shtrengon lavja, ja dil e mere, ja mos dil. Një prej prive krishterë, në Gjermani, natën e vitit 3, që ki vitit që kaloj me djelë, ligjeratën e vetë të cilët e majti edhe e transmitoj Radio Deutsche Welle, pës qera dhe mënë thonë sa, se feja krishtere është manë regull, se feja qera. E unë fa për këta kam argument, unë prita në radio në sobën teme, qëka të dale ke argument a thu, sa këtë manifestim që po e bojmë në 1 miliard, e sa krishter në botë, në vind, e me raki 55 milion kilogram, raki janë pi atë natë në Gjermani vetëm, 55 milion kilogram, janë pi raki në Gjermani për një natë, feste mave, feste që ditë shme shumë, sa kësaj feste, edhe ju kanë bashkan gjithë sonte, edhe 63% populatës islamë në botë. Kësaj feste sonë, ju kanë bashkan gjithë edhe 63% prej muslimanëve në botë, prej 1 miliard e 500 milion muslimanëve, janë bashkan gjithë dikun ka 800 milion musliman, janë të festu me neve. Realiteta. Kjo nëse vërtet, prej vërteta në shka nuk më horë. Prej 3.000 banorëve në këtë qanë nuk lakë 63% e ma shumë atë natë janë kanë në kanë. E ma të e për ndështa. A pas ka pas drejta. A i ka pas drejta në numërin 63, ama nuk ka pas drejta se feja ati është me vërtet prej këtë fejave. Pse asu nuk ka drejta këtu? Nuk ka pas drejta se ato e kanë organizuar një manifestim të asaj feja atë natë që se donë nefsi, që se donë epshi. A muslimanët e kanë harru qish korrigjohet epshi, e kanë harru nefsi qish bëhet tërbije, e kanë harru nefsi qish edukohet, e kur të harrejsh qish edukohet nefsi, kur të harrejsh apetitet për të hullin shka dojnë me thonë, kur të harrejsh epshi i muslimonit në përmet cëllës liber, edhe në përmet cëllës medrese, në përmet cëllës regulore duhet me eduku, i harron të i këta atëherë e leve epshin pa kërtash, a i kur të shofe biljard, që ati shkoni njëse duhet mu knot, kur të shofe kafiq, që ati të ashti si kanë të trua me gjithë kryin, se e shaf se që ati është vendi për ata, a i kur të shofe qashtu me i të natën dinat, kujtoj se dhe a i duhet me shkudu bisedu me to, e pra, për qanë 63% ju kanë bashkan gjithë asaj festa atë natë, jo të sajë festa ma në regu, jo për ata. Si kur musliman, se të edukojnë nefësin që pas kalendarit vetë, ato nuk kanë vakë me i fatë ka përbojnë halkit, përska qarën e vetë e kanë papunu. Vlau janë i dashë, gjematin dërshëm, gjematin madhë besimtarë të islamit. Qka thoni për një njëri për të cilin kemi folë shumë herën këtë kursi? Qka thoni për një njëri i cili gjithmon i ka met apetiti, i ka met me raki hudë gjumë e nartë hujtë punoj me shati? Qka thoni për këta? Nuk dima e na, unë nuk dima, se ju para me ndonë e le të ulo,
me u kujtu për atë njeri I cili gjithmonë në artu I punot halli jarës vetë që shansë a thu ku që ka fajet a pësara uj me mira jo me që ka arën si arati a jo ndë halama me regull ara këti shkansë muslimana shumë me mirë për shkak se tokën e ka të but muslimoni nguri nuk munot muslimoni se ka arën me zalë muslimoni ara muslimoni se ka emnin besim ara muslimoni se ka emnin iman ara muslimoni se ka emnin la ilaha illallah ara muslimoni se ka emnin sunnet I Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam pra në këtar muslimoni e ka shumë të madh aslu temet kurtimele asluha thabit wa farruha fi sama kurtimele tam të këti rajt I kanë tokë thar degat I kanë qiell nalt surat Ibrahim Allahu jalla jalaluhu suka thonë në Kur'an I Kerim afan tu'ti ukulaha kull hin jetë me hangër peme aktive simtarit të cilit e ka merë në arën la ilaha illallah gjëko me njësë dhe mramje drejt edhe mesnat vest edhe zdimen ver edhe pranver gjithë modi atë me hangër 4 flesh ashtë I mirë ashtë I sinqert kur të fole ashtë I sinqert kur të punore punon në armerat kur të ri urt kur të hese ashtë I kanqëm kur të fole aramisk Far qasën pazar nuk rejnë kur të bleje nuk mashtron në trekti as musliman në gjumë as musliman familje as musliman në rrug as musliman gjithmonë as I I shkolluma shumë I arsimuma ta për diplomat e ati janë të mloja shumë diplomat e ati janë sinqerta mas rezultatin diplom rrida I vetë gjithmonë e shatë drejtën botë musliman la ilaha illallah kanë tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha kejt punë të dhe fjallet edhe veprat që ka t'i boje në emnin e Allahu gjëlle zelaluhu edhe në tefterin e ati në emnin e Allahu në tefterin e ati shkruën rritën edhe ruën edhe rritën edhe jipën ditën e kiametit se jam a mirë gjamatin dërshëm ashe rendit ashe udhës që njëherëve për gjithë mod ashe udhës që njëherëve për gjithë mod musliman pas kanë faj nuk kanë faj kushe di se sa kur a ba vitirin 1995 si vet një organizat një punëtore gjim si ka 700 takvima kalendara muri I ka shtif për hedije me i dhojnë njëzve me arë me ble bloka me arë me ble hapa me arë me ble barnatoria kalendar organizata punuse kalendar donka kalendar firma e vogël kalendar firma e madhe kalendar edhe për sokaki kusht ka përcaje një me javon me aksi si ka unë me aksi si ka duqani jem me aksi si ka barnatoria jeme me aksi ka blokat e mi me aksi ka sementja jeme në përmet kalendarit në muslimanët në të cilës edhe 5 dit kalojnë në vitin e rire përmet kalendarit tonë në këtë javën e fundit që tash në këtë muin e fundit që dhën hijja u kri monetin I 1415 I dretit madhështor u kri e pa dikan helvet muslimanët të I motivu me një kalendar islam këtë javë e pa të e punu t'i kustën e hoxha si më la e kupi dhe në kursi e bunitët pëse s'kemi na pëse se di po se dive nuk e di me pas daktis hedija apo mu pas qit një 500 kalendara në këtë qanë të murit në këtë javë që tash jo atër në këtë javë që shti këtë muslimanët e di që s'ka pëndonë ku janë muslimanët janë në gjumin e 3 muslimanët janë në gjumin e parë që ta konsideroni gjumin e parë matron prej këtë gjumëve interesant kanë nga me fletit pa ullor atë katastrof kanë nga me fletit pa ullor halal I kohë gjumi ati shka ka punu ditën ati shka njerë ati shka knisën e ka lagë me shpin ati shka balën e ka fshi shumë herë ati shka knisë ati ju ka bo lara në shpin pre njerë dhe halal I kohë gjumi po muslimanët kanë nga me fletit pa ullor dhe burra dhe njëherë gjumi I ati dhe shka salora në shumë I ferë flenë shumë mirë e ka në duku vetën në gjumë a I kini pa dhe gjemot kur qojnë sa bale nuk shkojnë me punu puntrona saatin no kanë mundësi me fletë I të gjumi saatin no qojnë hasin pak një kashore në dimë në edhe ditës ata I shlejnë për dhe shilta ata I flijen sa ma shumë flijesh qatë ma shumë flijen sa ma shumë të lezesh qatë ma shumë të lezor sa ma shumë të falet namaz qatë ma shumë të falet sa ma shumë kishë dëshirë me qenë majditër qatë ma shumë shtonë apetitër Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu aje ka vu këtë regull në botë në një menën që ato shka knojnë në Musaf këtë me sigurin në knojnë që ato shka knojnë në Musaf në Kurani Kerim të shpia kur ta non një javë në s'knojnë hiq
vetvetja ju thot mos me knu alata nena. Kur t'ja nisin për ditë në një rregull ka një gjus, ju bëhet çaq mira jo punë, çaq e bukur, e lën punën më të rënd, nga se tina me mora abdes se ju ka met ta arrinja që ka lën pa bo. Që ato s'ka falen natën, ka direqat, ka 4, ka 6, ka 8. Kur t'ju ese një natë në mos dhe pa fal, ka lën smunje. Që ato kur ta lën një kodhe, dia, 3, më ta falin namazën e natës, ju thot vetvetja bërë fli, se s'ka gale, bolli fat. Ajo vetvetja, qëtër kush, ama unë po i thon vetvetja, e ka e një qëtër sen një islam ajo. Bolë më më të falë, që ato shka janë të ditën e gjumon, me dhonë sabak fukarave të gjamia, ase me ndimu gjamien, kur dalim në armë gjumon të gjamia, gjim sunës këthajnë, i prekin gjepat e vetë, para si panelon të shpia, këthajnë i morin para tima, se i kanë para pa për gjumon. Që ato shka dalim për qaj fukarave, një ditë, 2 gjumon, 2 gjumon, 3 gjumon, 5 gjumon, nuk dojnë me një për këtë punë. Ato shejtani ju thot, para ti ki marë të shpia për në gjumon, këthajnë lejnë e artë të shpia të ne asë ko falu. Me hemi pra mes një rezikot edhe mes një pitimit ma. Muslimanët gjithë mojnë jetojnë mes sevdas për fitim edhe mes rezikot për humbje. Gjithë mojnë që jetojnë. Pra ushtrijës me laikave duhet me i thonë vetvetës jam kandidat me shku kana juve. Ushtrijës me laikave të Allahut duhet me i thonë vetvetës unë e kanë vu vetvetën në shërbimin që t'jenë gjithë mojnë kana juve. Ikti ative të lashëve sa të mundës. E mas shumë ti prej gjithëve ata gjemteri. Ato rinia të cilët shejtani shigjetat e veta 90% i ka drejtu me kato. Kur t'vole hoxha, thot zini bes këti, se kish ka po vola me ven. Pa i kanë e i mirë pra. Shejtani pas ka pun me ven, kur s'kimi një kështu? Shejtani po se i ka, shka t'vole hoxha besoj t'i gjaliri, se kejt me ven e ka. Shejtani që shtu thot e burra, halas ka ndonë shejtani mi i thonë një gjallit mos i beso hodër. Kjo halas ka ndonë një sëri. Po mirë pra. 70 herë si dush 90 herë shejtani i thotë muslimonit këtë shka për ndëgjena është e vërtet. Për 91 me qitë ngropë burra. Për 91 me qitë ngropë. Ai që të e ka taktikën. Taktika atia që shto. Ka thënë ja Aba Hurajra, kur të bish me fletë kërëj Allahu Lal. Mirë, kjo fjale a qështë për do këta? Kja a negativa? Ka thënë ja Aba Hurajra, atë në zëjdi shka. Dhe kur të bish me fletë kërëj Allahu Lal. Tamam, ta hajtë hëtë. Nesrit ja Aba Hurajra, kur të bish me fletë kërëj Allahu Lal. Inni aizok, po t'jab nasihat, tamam, ta hëtë. Nesrit ja Aba Hurajra, kërëj Allahu Lal, kur të bish me fletë kërëj banën tri, tha, ja Rasul Allah. A iblisit apo del që 3 ditë mure të më thot kur të bish me fletë kërëj Allahu la. Tha ja Aba Hurajra, lakat sadakak, wa hua ka dhub. Tha me dhane ka pas sa ka thonë. Atë të pregadit për në 4 herë. Atë të pregadit me i zonë des, për 4 herë. Shka të fole hoxha, me dhena, ndëgjohë se ati s'ka dishim. Tama. Për kur të pregadit këto 3 gjumoja, 4, 5, në 6 gjumoja, në 7, edhe këtë qetri jashtë a gjamiën s'ka folke, edhe këtë ngojës edhe kje ka me ven. Ti veç i mësu me besu, edhe ti anis me kujtu se mose, kus fole, kejt me ven e ka. Një defekt prej defekteve të umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, një defekt bashkohor, ashtë i cili ashtë e mundu këtë umet, ashtë ajo që ai kus fole atë i zonë besë. Kejve, hoxha po folë në gjami, me ven e ka. Ama dhe në azumek ishin raj hoxha Allah, edhe ajo me ven. Se fan ishin raj? Ishin bon shumë keq. Edhe përshkojshin, në azumek me ven. Edhe përshkojshin, me ven. Edhe ajo me ven, edhe kjo me ven. Po mujshin me shku kejt si vet, me ven. Kejt se në përshkojshin si vet, me ven. Dhe me thonë, defekt prej defekteve të umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, ashtë një defekt prej defekteve bashkohore që aj, shkat një përkujtojnë sa për një me kej. E të në parat, shka pëndorë me muslimanin e sotit, njoni të janë gjithë përvesi, të e përflasë për një muri. Kër përflasë për muri, qëtëri për rihazër, përvesi, për këtë qëtëri në muri. Gjithë moni i shkreti i përflasëm. Gjithë moni i shkreti mes dalgëve të huja. Nuk ka vakt me ditë kura vakti për me festu të vetën. Nuk ka vakt me ditë kura vakti darkë në zletë, që shkuna për darkë në të huja. E ka arru vadën që e ka da për gjallin,
tu i ba dartmat e qera, gjimiset e qera të i këshirë. Zati për qatë e keme arru kura vitirit e na, tu i festu vitirit qetrit. E keme arru kura në të madhët e na, tu i festu natën e madhët ati qetrit. Allahu Jelle Jelalu, inshallah këtë ummet edhe njëherë e këtan, në të mentalitetin e nivellit diturijës, freskimit trunor të lartë, sahabëve të generatës farë, sahabëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kur kaleshin për rrugë gjemot, kur kaleshin për rrugë, grupe, ka 2, ka 3, ka 4, ka 5, ja të shku në gjami, ja të shku në fund ditën, ja të shku në treg, ka 3 ditë, ka 4 ditë pa hëngrëm. Terin 3 ditë, 4 ditë pa hëngrëm. Për shkak se Aisha radiallahu ta'ala anha ka thonë për shtëpinë e vetë, për shtëpinë e zotrijës. Ka thonë terin 3 muaj në shtëpinë tonë sa ka u zabë. Terin 90 ditë, terin 3 muaj në shtëpinë tonë sa ka u zabë. Ka thonë që shkeni me të gjallë, buk, hurm edhe uj. Zotrija të 90 ditë për ka u zabë, shëtë të ati sa o mërë me njësu. Ka lejshin sokakut, ka 3, ka 4 grupe, kër shkëshin punën e vetë, ka 3 ditë, ka 4 ditë pa hongër asë gjo, anë miku, mushrikët, anë miku i shiqonte, të pirë qajtë udhës, të i festu festat e veta pa lidhje. I shiqonte, si muslimanet ka lejshin edhe trupi, shtati ative, qiri drejt, kok lartë, valin lartë, këshirshin për fetë, Allahu Jelle Jelalu e banjshin zikër, të ishin mushrikët, ha ulai mulukul ardi marru alaikum, mretat po kalojnë për rreth juve. Njani qëtërit i thëshin që mretrat po kalojnë rreth juve, në me mret ato për hajgara thëshin, ato për nënsmim thëshin këta. Po muslimoni kur kaloj ke mret, muslimoni kur kaloj ke 4 ditë pa hëngrëm, për skajt anë mikut nuk o gërmut ke me thonë, unë nuk kam hëngër që 4 ditë, bark i shprasë, kam zorë për më krisin, aje lidh ke gurin bark, zotria ati lidh ke digur në bark me pështemovin e vetë, ama jo bërzim, s'ka bërzim. Pse kështu atu, e pa të mësu në librin e Allahu Jelle Jelalu, se rrëzko alë Allah, rrëzk kena si garantum, imri jeta se caktume, tuti nuk jasë kërton jetën, të falni, tuti nuk jasë gjatë jetën, as trimit si jasë kërton jetën, kështu i pa të dukum zuti madhë në gjamine, për nga merit a.s. Medine, ka thonë, vorra, a i shka tutën me të adhije, se me tutën e vetë jeta nuk i zgatës. Unë tutën e me dalë luft, e së ornoj pak ma gatë një kashore, se unë si mos dalë agje. Zvran, qabi, një zvran si agje, ama se mërnën ma gatë, se Allahu Jelle Jelalu i ka disa miskoja, dvogla shka nuk dokën, emnin e kanë në gjuhën baskohore virus, e kanë emnin bakterje, e kanë emnin bacile, kalon njoni prej ative në trupin tanë, janis me e organizmin tanë zerzele, mas një mujve dhe 2 mujve, kejtin e sionet e mjek të botës me të shlu kolla, e ki e pa qëtër me i thonë sa i bote lam të mirë. Daste, e ki pa qëtër me i thonë lam të mirë, njoni prej që janë askartë Allahu Jelle Jelalu, njoni prej që askarve, e ka emnin askeri sidës, njoni prej tive e ka emnin askeri tuberkull, njoni e ka emnin ndrishe, kresore, ti e të largojnë të qaj dunja, pra, quta nuk të ka zga imrin. Edhe trimnia vetë nuk jasë kurton imrin. Kemi do biset me një grue prej grave, plaka 76 veçare me një qitet Bielefeld, emnin Gjermani një herë. Ishte fjale për vlaun e vetë, e pas ka pas vlaun shumë trim, e emni vlavit kësaj ka qenë Gjemajt. I pas ka thonë motra shumë limen për vlazit, ashtë realitet, ma shumë motra e dërë vlaun, edhe vlau e dërë motrën shumë, pa ajo din me rrind, ajo din me shpra rrind të ndaj vlaut natë, kur të vlau pak qardak, pak parmak, pak kodjune, ajo me dërë motrën e nuk i ka zëmë me gojë se po du, a motra sahara zgati me i ka zë vlaut që po digjen për tije, edhe në vlau, kur qëkojsh në luft, më thas në kom, nuk dërë pak, më shau mas lugës, më shau mas kodrës, mas gurit, qëka ke ajo? O e njotra. Unë e kam emnin Gjemail, a emnin Gjemail i takon emnave të radhës muslimoni. Muslimoni nuk frikohet. Edhe plumi ati ka sa muslimani vlavintanë së me vratë. Kjo asë e garantu me i motër. Vla i motër se i ka zonë lakë. Dhe sa kishe me dhja i motër, se a i plum shka vratë muë dhëtë me qenë plum muslimoni. A i plum shka vratë muë ashtë plum muslimoni. Në në që ashtu,
një pikë helëm në tetëll që ti njeri ja kanë që me hongër muslimanët edhe ada për i kësaj dënjohë. E ka hongër që atë tetëll edhe kësaj dënjohë e ada. A pas ka pas drejta? Pa i qësi lape kush volë ti për para, se ki burë gjemot, kush ka qenë mu njëftu me historikën e këti burri, në kejt jetën e vetë asë një sënët pa falë se kalonë. Në kejt jetën të në fmini asë një sënët, jo falë. Edhe kur në jetën e vetë prej derës pa abdes nuk ka dorë. E mirë, që si punë kush pëllon, edhe që si fjallë kush folë të për para, ka lëzonë se mu e muslimoni, a i shka sa musliman së në mrat, a i shka të mrat se mu është musliman. E mirë, shka i thot si pas normave islame këti njeri, shka i thot, pi për para shka ka lëzonë dishka. Asë të umeri, radiallahu ta'ala anhu, mi di që ka thonë shokë vetë, sabale, kura që prej gjumit, rajtu fil manam, كأن ديك نقرني نقرتين kam pa në ndër son të obura se një knus më ka kash diherë në shpatlën e shmaj. Qështo? Plej gjumit, nësë në mazin sabaj, ju ka kalzu vazhnjë dhe se në ndër son të kam pa, një knus më ka kash në shpatlën e shmaj diherë. Nuk ka shku shumë obura, nuk ka shku shumë. Pak ka zgat, edhe lole a nësrani, e ka prajnë të umerën mirab të ufal me një brisë, prej ma shpinës e ka transu, mirat më rukutu koni mam, i ka rat djerë me brisë shpatlën e shmajt, mas pak koha da prej sa gjunjoj radiallahu ta'ala anhu. Të mëdhejt e tonë, kush pi shumëtoj ka? Të mëdhejt e tonë të i shumëtoj ka i vogli prej radhave tona. Mirë në këta regull, se ki regull është gjemotin dërshëm i paluhatshëm, e ju të rikë më mire mani men, si mës të mani men shkrune, në këmish, si mës keni letër rasnja me kalem gjimlek barë shkrune, se të mëdhajt e këti popli i ka shumëtu, të mëdhajt e muslimanve i kanë shumëtu muslimanët dhe. Gjithmonë, regull akon. Se kështu, që shumëtojnë a thu të madhen muslimanët dhe, që shumëtojnë, që shumëtojnë, ato të kalës qëtër i shtin dingit e këshia në popull se kjo puna për një me. Ja grajnë biftonëve sa me mujtë për një të malë prej të mëdhajve tonë, të në ato vetë më ato të voglit e poplit e bitisin. Ato të voglit e poplit e bitisin vetë më. Kjo ka qenë regull, kjo është regull prej përvojës, edhe kur nuk dhe të harot asë një herë. Deri atë herë, kur muslimanët t'i këtheja librit Allahu Gjelle Gjelalu, edhe në librit me Allahu të gjojnë një gjojnë e ka emnin emanet, e vetëm ato shka kanë emanet, të ative kësi pun kur që ndodhi. Sukur kush për shembol, shok të Rasullullah a.s. Ato sënëpi, ato safi i par i generatave muslimone, shka ka thonë Allah i për ato? Ka thonë, eshiddeu alel kuffar, ruhamau bejnehum. Ishin të ashpar për anë mikun, dëbut edhe qetë respektiv ndaj njëni qetrit. A shka i but ndaj ti abdam të ndërherë? Asë njëherë, hiq. Atë shka është i qetë edhe a shka ka ndaj ti e respekt, a pritë të reati me sëlmu? Asë njëherë. Kush sëlmon? Kush dëban diftan? Kush dëban iftiran këtë vot? Ja i intereson me që duk se tutë që përdo është i madhë? Ja se ka, je bo i madhë, e duhet me zvëglu me qdrit, me të bo hasër. Pa marë parasish pagesa ku i shkon, rezultati ku i shkon, hajri, bereqeti në hamarin e kujhin, ujin në linin e kuj shkon, s'prish pun. Jam angazhu me të bohor edhe mo nuk njof gjo nga kësaj. E që ta është pra, që ato njerës, shka janë morë dhe shka miren me qëti gjona, a kanë vakt ato me shtip kalendar musliman, një javë para fundit vitit muslimanve me shpërndan të epo, s'kanë vakt, janë zanëm me qëra gjona. Me shka janë zanëm? Janë zanëm me rogë, janë zanëm me pozit, janë zanëm me karik, janë zanëm me hujet, janë zanëm me epshe, janë zanëm me gabime, janë zanëm me hunumtime me gabu, janë zanëm me artim me provoa me qish me hima thalë në gjunat. S'kanë vakt ato me shërbi. Nuk kanë vakt me shërbi islamit edhe muslimanve në mënirën e vërtet, si pas Koranit edhe sunnetit. Për qatë musliman nuk e din, cëla dati pret, mas 5 viteve. S'kanë vakt. Nuk i ka shërbi kërkush, nuk i ka atru kërkush. Nuk ja ka shnu filmin kërkush. S'kan pa sërta një film hala. Nuk e kanë pa se daullit i bijet edhe sërta një film për iftar. Se kanë pa këta hala. Ato e din që daullit i bijet vesh ndarësëm. Se e kanë pa të i radhë vetëm ndarësëm. Që tërkun nuk e kanë përjetu asë të hem. Gjëmatin dërshë. Vitin 1415 edhe 5 dit mërë thonë. Ne do të himi inshallah mas 5 ditve në vitin e ri 1416. Ngjarja e këti viti, ngjarja e këti kalendari, ngjarja që shka artër të kjo, ashtë e muslimanët e njofë. Shpërngulja
e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam prej Mekkës në Medinë në vitin 13 mas vahjit, në vitin 13 mas vahjit, në datën 12 Rabiul Awwal, 20 nëntor viti 622. Kush ka qef me ditë me diell? Vitin data 12 Rabiul Awwal prej mujve tonë, kurse 20 september, 20 nëntor, 20 shtator, këtë diune shtator, 20 shtator viti 622. Ka qenë shpërngulja e Muhammed hijrati Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam prej Mekkës Medinë, prej zulumit, prej të këshijave të popullit vet, prej të këshijave të Axhës edhe aleatëve të ati. Axhës ti Abu Xhalit edhe aleatëve të ati. Një ditë prej ditave janë të bu mushrikët Mekka. Në qka me ba me këtë insan? Kanë thonë këta duhet me mbyllë në burg. Duhet me mbyllë në burg deri të zonë vdekja, sukur shka e ka zonë vdekja, sukur shka e ka zonë vdekja, vjershatarët të cilët në kanë sulmu me vjersha. Kur i sulmoj ke kurejshë dikush me dhe një vjersh, e kapshin e futshin burg, e mshelëshin tëri i vike vdekja në qelien e burgeve të asaj kohë. Thanë, edhe këti duhet me abo qështu. Thanë, disa bura prej ative ndarën në bua. Ku i ma ishin të bimet? Jo. Ka simpatizus. Vinë në bojnë u zhugjon, me ushtrit e veta në sulmojnë, ana s'kemi qef me bo hardë, edhe me bo luft edhe gjakdeli për këta, kjo nuk ka sukses. Qka ti bojnë pra? Thanë, të largojnë. Ta largojnë Muhammedin prej Mekkës largë me një vend dikun, a gjë shka të dojtë bojnë evet në e blojë rahat. Jo prej ativa që unë kom ka thonë, jo, kjo nuk ka sukses. Pse s'ka sukses? E thonë nuk ka sukses. Se atje ku qkoje, aq në gjikën e ka tamël, aq bisedat i ka të mira, argumentet i ka aq të fortë në fjallën shka e flak, e simpatizoj njerëzit edhe a gjërë gazin popol trap në sulboj, prej kësaj s'ka bere qëtë. Do qka ti bojnë pra, njani u që thotë se Abu Xhali, do thoi Suhejl ibn Amri, s'prish mund cëlli, ka thonë jo. Këti duhet me abon ndrishe. Prej 40 fiseve duhet me marrë ka një gjallë të fort, e me shpatat natë një natë prej natëve, me asaktu një natë me rujt e dera kur dale, 40 gjemë për një harë me i gra shpat, ti derë dhe gjakin a për fise, e tane kuja lipaj, si ti derë dhe gjaki, cëllit fisi shkon të dera me lip gjak, kur një fisi tish, edhe me këta morit bon. Fa kjo do t'jese. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairu l-makirin. Kanë bojnë intrigat e veta, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, është a hak, është maj merituar, meriton më mirë me i pa, me i studiu dhe me i realizu, në mirën aj që i zdonë me i zduk intrigat e umeteve edhe popëve që bojnë, nda islamit edhe burave të ati. Ta e Muhammed, në këtë natë e ke lejen Gjibrili, ta në këtë natë e ke lejen ja Muhammed, me shku në hijret edhe me dalë prej shpije, bash atë natë qka të e këshin vendos, atë punë me ba, atë krim me ba, islamin, zotrien edhe islamit me i dhanë fun ma. Kuj me i dhanë fun? Dritës Allahu Gjelle Gjelaluhu, dritën e Allahu, së në shdukin munafikat, dritën e Allahu qafirat, së në shdukin asnerë, wa ja'ba Allah, illa ajutimma nurahu. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu ka thonë, unë kam vendos që të kjo dritë të ditën e kiametit mës shukët. Kjo të shukët individualisht, ato njerë shka s'kan qef me pas, kurse si dritë, si din, si Kur'an, si fejt, të eri ditën e kiametit lumë të ato që e kanë, edhe nga asën e e shërbin. Kanar, Rasulullah a.s. me gjithë qëtësi, me kejtë qëtësien e plot, i kanë thonë gjallit vlaut, gjallit mijgjës, edhe në ti fli këtu në venin tem se unë shkova. Fli në venin tem se unë shkova. Edhe në nesër që të pare shka mi kanë lënë të anë miqë, që të më rëmejnë prej Mekkës, këthaja. Edhe do ishin me prej 40 gjemë me javon, me e qumë shpat, me prej, a harrejshin shkretët se parët i kanë të ajë. Parët gratë janë vëzhin në përqanta, i rujshin të të nga meri. E mi, a i rujke shumë mirë, a janë saj ke kur duhet, edhe sa duhet, pa ja ali që të pare, kësa javë nesër se unë, kësti vatoni i thash, një herën për gjithmonë me urnin, e Allahu Gjelle Gjelaluhu lem të mirë. Tash për gjithmonë, e të në ma vonë, ta shof një shfar regulli për në mësën Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Ka dalë, zëtri, i mbrojtë të dojë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ka dalë prej derës, Bismillahirrahmanirrahim, 40 anëmiq me shpata, o bura, 40 anëmiq me shpata, o ju politikan, o ju njerës të cilët mirëni me politik, o ju njerës shka nuk keni vakë në arën gjami me ngu, o ju të cilët ndoshta dhe në nëshmoni atë fjallë folën kursi, o ju, shka keni thane dhe sot për thani, se deri sa nuk kem jetë sa në niku jetë, nuk gëzon me nuk këthien kazan për Bagërdanin e Kalamojt me maru për shkak se nuk i ke veglat,
njoni prej njerëzve ka dalë prej derës, duhet në gjapa apo jashtë gjapave. Fakt, 14 gjem prej fiseve tjera me shpata në derën e ti. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله جل جلاله يا محمد فهات سيكم شتيل ما أرسين إكم شتيل مكشميشن أرسينس إذا الجاهلية إكم شتيل مكميشن أرسينس ياكي من جيت آمن بين ياكي من آمن نور وراس جدنيانت إذا انترسي في جروب تكاثر e kemi mlu prej sipër me asigjona që ato janë ka marrë dritën e sime me pakush po kalon dritën e përter po kalon Muhammed Mustafa a.s. me Kurani Kerimin në përmet anëmishve pa problem nëse të vur deri sa ke këtë mene deri sa ke këtë bindje se duhet me qenë e me kilogrami barabar për kë nuk e boks e vura kategoria gjisëm e ronë 76 kg e 300 gram edhe a i qetri qaq si mos ke qaq s'ka partnerizm nuk ka dy luftim kategoria e ronë 96 kg e përpje unë nuk e di ti në cëllën kategoria thu bash kam pas qef me dit cëllës kategorii ta konti a thu a i e vëltera, a i e muva, a i e miz, a i e miskoj a i e gjisëm e ronë, a i e ronë, a i e qerak e ronë qëfar kategorie je o populli dashur a thu hat kalo mas një kohë janë që prej gjumit qafirat shpatat e veshkun atramën tok janë që prej gjumit njoni po thot që që të vetë unë pa në flet tha unë pa në flet edhe unë pa në flet 40 gjuma edhe i 41 edhe aja lajmëru tha a i zju tha edhe unë pa në flet ka vi ke flet e burë ke flet normal kjo është normal që shtu duhet kjo është normal Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë unë këtë drit kam vendos me kalu kjo pa qëtër duhet kalon pra mundov gjithë ditën gjëmotin dërshëm mundov gjithë ditën mundov gjithë natën o njeri i cili jabë zërë anë mikun jabë zërë muslimonin atë muslimonin shka është musliman jemi të folë atë shka ka arë sot me falë namazin i gjumot atë shka ka arë ka mora abdes edhe ka arë me unë përkull Allahu Gjelle Gjelalu në këtë gjami edhe në gjamia tjera balin me vunë sejtë dhe për atë që e ka kriju me qeni knaqën mësë mundohë së në shtipë a ke dëshirë me ndëgju argumente se muslimonin e vërtet a i cili rinë kam për hirë dritës Allahut se mi banë gjohë a ki qëtë dëmile me ngu se kjo është e vërtet unë nuk të qeki kejtë dovesh një dhja tre për cëllën të pjesë që tash për cëllën njeri din ma shumë ti a për Nemrutin din ma shumë a për Ibrahimin histori si diz diçka për cëllën din ma shumë cëllën ka me adhë historien popojt me mësu ma a Nemrudi a Ibrahimi jo Nemrudi e kish ba azab Ibrahimin ama a e kish ba azab Ibrahimin apo cëllën e kish e pështu Allahu Gjelle Gjelalu dostën e rata në zarë e tamam ja me arru kuni barden vë selama o zjarë banu bache kopsht edhe shpëtim për Ibrahimin tamam që kush ka me edhe në histori Ibrahim a.s. ka me edhe në histori a Firauni ka me edhe me ditë të për ta ma shumë a Musa 500 herë 600 herë Kurani Kerimi cakëm Firauni një dihara pri edhe veç galapi ti jasem një vela Musa sallahu Gjelle Gjelalu emni një ka pru në Kuran Ibrahimi një ka pru emni Nemrutit jo as Nemrutit se ka emni në Kurani Kerim as Firauni se ka as Ebu Gjali se ka as Ubejt Mikhalef se ka këte emni as janë Kuran kush janë Kuran emni zëtrive emni ative shka ju kanë bo balë ju kanë bo dorim në gjarjeve emni këto i kanë Kurani Kerim e ka emni në Kurani Kerim Musa e ka emni në Kurani Kerim Ibrahimi e ka emni në Kurani Kerim Muhammed a.s. e ka emni në Kurani Kerim Isa a.s. e ka emni në Haruni në Kurani Kerim e ka emni në Shuaibi e vlaznit në dërshëm gjematin në dërshëm a Jusufi ka me atë një histori në Kurani Kerim a ato shka i kanë bo dam ja Jusufi ka me atë një histori një sure e gatë prej gatë dhe sure Jusuf në Kurani Kerim a Junusi ka me atë një histori ato shka kanë unë deti kush ka me atë një histori Junusi ka me atë një histori a Muhammedi ka me atë një histori a.s.
Aja e ati. Kush ka merë një histori? Muhamedi për gjithmonë, në këtë botë edhe në botën tjetër. Lejnë këto kanë të nga merë. Kanë zona të neve thujti, kanë zona të neve të këtive njerëzve të rëndëmt. Plejtive si nashka janë. Pra mirë, si na pra. Po kanë qef me të prezentu disa ftira të cilët janë ba azab, janë shpif, janë dënu, janë maltretu, janë torturu, edhe kanë merë një histori. A torturut edhe maltretus ma kushi s'ka një për ato prej asaj dite. A ki qef një asëllëm të do. Një e ka e një plejtive se jetë Kutub. Djetar islam ka jetu në Egjipt. Nasari, babachko, ja ka morë menja se atë e badën i punë të madhe, e ka morë këtë djetari fizikës, edhe djetari kimijës, edhe mufesir, komentator, ma modern, komentator ma i kompletum prej gjithë komentatorëve të Kurani Kerimit në mënyrën e vetë, që ka bëha i koment Kurani Kerimit, djetar, kokë e shtrejt e botës islame, në theri polit, zabit me uniform, me kapuq, apo men për me kriju në një punë të madhe, me met në historie e më jem, shka duhet me bazu? Duhet me evarë që këta. Në ditë vitit me kapë, me në gjestë, të thërë të bajë, në tërkull të 64, kapë të i Kutubin të në tërkull të tamam. Mos këfa, a u knaqët? A faleminder. Shumë faleminder. E ke kri një vepër të madhe, këtë vepër vetëm të mlajtë si ti mujnë me ba. E që ta shumë të pësë pra. Kush ka merë një histori për tëri ditën e kiametit me u lezu? Librat e kuj për lezon? Atë se jiti për lezon librat? Atë Naserit. A ke lezu dhe librat Naserit? Po s'ka vla, nuk e zison këtë mirë është me lezu. A i shka shkrujt, ka varë gjinë. Ku ka pas varë taj me shkrujt? A i shka varë gjinë, a ka vakë me shkrujt? A i varëmi i ka shkrujt Zilalin, edhe ka shkrujt shumë libra, edhe ma i smrami thot, nuk e kam takun, kam ndëgju, se një libër në burg, para se të varën disa dit, e ka shkrujt i lidhën, duër të lidhëna, e ka shkrujt me dhamë, një libër të vogël. Kush ka marrë një histori? Këto burra o burra, këto jetë një histori për gjithmonë, këto janë shumë të mëj, ato shka bajnë, ato shka dorejnë, ja ato shka sulmojnë, ato sosët, historia ative sosët ati shka ta bojnë sulmit. Edhe jo po du me ta cek, edhe ditën palli, Ebu Hanifja, që ka kri ma i smrami, në burg, për atë shka ka burgos Ebu Hanifën, a ka dhe njeri në gjamit, vesh të lebeve të mpalli në gjallam, vesh të lebeve, a ka dhe njeri në gjamit që se din Ebu Hanifën e emin e ati? Unë përsej se nuk ka. Kush për ngre në gjistin të mpalli për ja u lirej, për ja bëj të mundsh me në gjamit sot, vesh të lebeve, të mpallin të lebeve të gjallar që ka e në gjamit, kush për ngre në gjistin me më kalzu, kush a aj, që ka burgos Hanifën e dhe ka lësu të dasë këtërin fund në burgin e vetë, që ka emin? Unë besoj mu i me jam në nëshkru, një arë dyshnik, një si të nglejë dorën në gjami shka sa ojnë me kalzu e emnin, e ati shka e ka rëmi edhe e ka maltretu e Hanifën. Ska bira të dosin ato njëzë, më njëherë, historia ative ishti në tokë ato pjatit, shka ta bojnë këtë zullëm të madhë, për qatë si adin e emnin, më si avdit që e emnin. E Hanifën si adin e nësull të emnin, jadin, ka arë që ki zullëm qari ka thonë, ja Hanifë, ka marë, khalife, e ka sëndu botën, ka thonë ka marë, me të thonë që të bëhash mufti për fetfajat për gjithshme në botën islame. I ka thonë Ebu Hanifja, halas jam unë e qatë i marë. Halas se ka marë rritë atë nivel diturijës. Tha, po rejnë, e pa tha rejnë të zbanë për mifti. Rejnë të zbanë me ka mifti. Mifti po du me do për kejtë botën, fetfaja botënore me dhonë. Tha, nuk e kam rritë halas kam rritë, jam i vëgër për asë i punë, tha po rejnë. Tha zati rejnë se për mifti zbanë. Hes ka pra, dajak deri në vdekje. Ibn Tejmija është një djetar islam shumë i madh, është një djetar shumë i famshëm. Kush e ka bazë Ibn Tejmija, ja di kush emnin? Jo si ja di kur kush. Historia bura, ato shka bëjnë zullum të lhadhi sos. Pjatit kur t'lim tokë mo, njerëzit thojnë, o zot, që të thojnë? O zot, e mlojnë me dhe, shkoj, se për me zorit, qënë me, edhe anikut qënë me qute vorat. Ja shprahin 100 kilo dhe e mëntaj për anikut, edhe thojnë, o zot, më thafshin me za, ka dale thojnë, elhamdulillah, e more o Allah, na i heke që ketë. Të në mo, kur s'folim për atën? Për qatë besin këto? Rasulullah a.s. me një hadith ka thonë, sallallahu ta'ala a.s. ka thonë, el mejitu imma mustarihun
au mustarahun minhu. I vdekuri ja të lën rahat tije, ja bëhet rahat vet. I vdekuri ja të lën rahat tije, ja bëhet rahat vet. Si të bëhet kura i mirë. A kur të lën rahat tije i mirë, a kur bëhet rahat vet i mirë. Jo, kur bëhet rahat vet i mirë. A kur të lën rahat tije, atëherë ta dinë se ti je në rregull. Për çfarë na ka porosit ka thonë, kur të vdesë njëri, shpejt që në të vorat. Muslimani ka 3 ditë, po e priti unë gjallin me marrë për Skandinavie, po e priti gjallin me marrë për Egjipti, po e priti gjallin me marrë për Australie, një gjëmo, 2 e gjumo, 500 vetë, 1000 vetë, 2000 vetë, kejtë për pritin, a i heqë për ka gali i zoti, se shkun se vapët me sa kodra u hudit, po e prit një njëri, apo i banë azab 1000 vetë, këta së me këshirë kur ko sheqë. Po a i njama, a i shpijes nuk për do këtë dekmin sa duhet. A i shpijes nuk për do babën sa duhet që për ma për mi tokë. Kur shkojsh në gurbet, i thu babës hadeva Allah. Bama Allah, prej meja halal e kije, nuk e dim shka ndodhë. Kur shdes në familje, më njëherë me përcel me gjemot, më zbani azab njërës. Të më falni, si dole unë të gjemotja për puna jeme në qiti. Ka dhe kësa da. Po ju barën gjemotin dërshëm, mas i po e mani atë njerin 2 ditë, tëri ti bini njerëzit piskajnë dënjohës, ju më shkonin sabani ju ka zua t'i në mbitve se ka dhe i ka sami. Para sabaj, më shku ju ka zua t'i se ka dhe, e po i bini të në shpia të mrena, po i trusni me një dhomë tërshi tëri në mramje, sërë në Allah. Po t'i barëm nuk e lejmëra, shtu me atë dekmi me një sot, rrësha gjë me ta, kuje se ka i gjallë, si do të mëlej shka i kujshin, se janë gjallë hala me muj, e thane kur të vene a i jo të pja, gjithë qafare din ka zoj, me gjme të rinë, disa ata lisat, ta vërosin ata, tërshi i banat njerëz, keni kujdes e bura, po kjo ka regull, ka thonë Rasulullah a.s. Kur dese juvi që në shpejt të vorët, kanë thonë ja Rasulullah, e pse me që shpejt të vorët, pse mës me vanu, tha, ja të pushoni prej ti, ja të pushoje prej juve. Ja të pushoni prej ti ju, do më thonë, si të qenë negativ, ju bani rahat, heke, që e? Heke me lapët, ka ba azab me vjetë, heke, filhan, heke, liron prej ti, a si të jetkoni mirë, që e të pushoje haj prej tije, që e ma pilase, sa është i knoqën në lomë me tije, që e të ato të mirë të gje, që e të mirë dhe të knoqët të janise, jetës për gjithë monshme me maherët të janise, Allahu Gjelle Gjelalu në i bafë musë, mi kuptun të gjona dhe mishti në praktikë më njëherë, për shkak se janë për mishti në praktikë më njëherë. Unë për këthejme o disa fjallë të fundit dhe sotit, edhe po krim, inshallah Allah i namazin e gjëmos ka bunë në i banë. Gjëmotin dërshëm, teme a jonë të dash, e jonja dhe huja. Qështu e ka pas teme a jonë emni sot, e jonja dhe huja. Njëherë e për gjithmonë të mësojmë, se kur të gëzohemi për tonën, kur të mërzitemi për tonën, e të qertë në vetën shka të dojnë bojnë. Qertë në vetën qishtë dojnë veprojnë. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu, e lusim që ne muslimanët ka jemi në botë. Ne muslimanët ka jemi në botë. Ti këthejmi të vërtetës Allahu Gjelle Gjelaluhu me sinceritet. Tja nismi e të besojnë vetëm në vend ku duhet me besu, dishojmë atje ku duhet me dishu, edhe mos të besojmë në ato vende shka nuk duhet me besu. Një definicion për fund dërësit sotit, i thonë në gjamiën të e për para, sot për sëriqet e kralë. Definicion shumë pozitiv, shumë me vlerë, kush din me shenu edhe me shkryt, me mora, apo me mbajt men në vete. Lidhe me fe edhe politikën. Regull i pa me hushëm, inshallah keni mbajt men pin kalumën, kur t'ja për cëllit ta shumë tekët, si mës ta keni ndëgju, si mës keni prezentuar, në sëni sot edhe mari men për gjithmonë. Në fe, definicioni thot kështu, në fe, gjithmonë besohet, në politik, gjithmonë dëshohet. Pra regull, kur të folë dhe një fatar, e ki bërë me besu gjithmonë. Kur të folë dhe një politikan, e ki dëtirë me dëshu gjithmonë. Këtu njësës prej besimit, në politik fillon prej dishimit, prej shibës e panena. Pra këtë di gjona nuk gëzën muslimoni me përzi. Edhe në fatarit mi besu, të në me mashtru kursia e gjamiës, me thonë mas e në gjami, unë jam musliman edhe besoj, edhe këtu unë du të me besu, se unë jam musliman. Në gjami si të dishoj, që je musliman i keq, në politik si të besoj, që je musliman i keq. Pra këtu je musliman i mirë kër të besojsh, a gje je musliman i mirë kër të dishojsh, se musliman i mirë në politik dishon, musliman i mirë në fe beson. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu, e lusim që ne, ka ona e freskimit me ndorë, të kalojnë fazë më të lartë se shka jemi, nga ona e shkencës dhe durisë, Allahu Gjelle Gjelaluhu e lusim që të ne mundësën që qunat e tonë të kalojnë këtë fush mirë, e kejnë zanësave shkollës anemon ka janë, në këtë fund viti, ju dëshiroj notat mira, edhe kalim të mirë, edhe pregaditje,
prej shkollave më të ulta, përgatitje të mirë për shkollat më të larta inshallah, e prej shkollave më të larta dhe më të larta, derisa na të arrijmë që jemi simbol i popujve qerë shkencëtarist, simbol i popujve qerë fetarist, simbol i popujve qerë moralist, simbol i popujve qerë materialist, dhe me thonë që jemi pasanik, simbol i popujve qerë për në aspektin e vllazëllëkit, simbol i popujve qerë në aspektin e fuqisë, simbol i popujve qerë në aspektin e drejtësisë, simbol i popujve qerë në aspektin e bashkimit, e kështu që na është mundën që na ti përfaqësojmë popull qerë në këtë botë. Kjo është mundën, a kjo këtë në varën prej apetiteve tona për përmirësim. Allah për të lutemi për hir të kësaj dite të gjumos, edhe të mujve haqët, edhe vetë haqët që kanë kalu, të lutemi për hir kësaj dite të hijratit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, namazën e tonë, gjumos sot, edhe anë mos muslimanët kanë botë, kabul të aban shara rabbel alamin. Runaj o Allah të fmit, edhe të njëjtën kohë të lutemi që të na i ruajsh nga dënjë të lashe prej tuave, nga dënjë zërzele prej tuave, kokrat, bereqetet të cilët i kemi nara ja rabbel alamin. Ato të cilët pritën me ukor, edhe ato të cilët janë mele pritën me ukor më vonë, të gjitha po të lutemi Allah jonë me na i ruajt, edhe neve me na bë muhafaza prej smundjeve të liga, neve me na bë muhafaza me na mbrojt prej të lasheve shkatruese, me na mbrojt o Allah prej shkatrimit përçarës, me na mbrojt prej çdo përçareve. Di edhe më të afër se din popullin tonë, me kaq sot këtë dersin tonë inshallah, takohemi në dersin tonë javën e ardhshme inshallah. Lillahi al-Fatiha.